Pse u zgjos Sazani dhe Zvërnesi? E para një që të kontrollohet gjiri i Vlorës prej sionistëve. E dyta, nëpërmjet ishullit të Sazanit kërkojnë të kontrollojnë një nga 5 pikat më të rëndësishme të botës, që janë kanali Suezit, ngushtica e Dardaneleve, ngushtica e Bosforit, që del në det zi, Dardanelet që të nxjerrin nga deti Marmaran në detin Egje, kanali Panamas. Janë këto shilla dhe Karibda që quhen në ishujt në jug të Italisë, që shërbejnë për tregti në gjithë kontinentin, por nuk janë kaq të rëndësishme sa Otrantoja. Dhe është edhe një kanal që s'po më kujtohet mirë, që kalon në Indonezi dhe Filipine. Në Indonezi është një kanal shumë kilometro që të çon në drejt Kinës, rruga tregtare drejt lindjes së largme, nga lindja e mesme, është sigurisht dhe ngushtica e Hormuzit. Këto janë disa nga pikat më të rëndësishme, dhe Gibraltari, disa nga pikat më të rëndësishme të botës sot. Dhe sionistët, Trumpi është një evangelist që janë të bindur për atë eskatologjinë e evangelistëve, ku do vi Jezusi, po pasi të bëhet tempulli i tretë i Jeruzalemit nga çifutët, atëherë do të vi Mesia, por këta shumë veta që ishen si katolik, të evangelistët në përgjithësi janë konversos. Shumica e tyre, bile konversosit kanë marrë dhe janë dhe shumë nga familjet e papave, sepse u kthyen nga çifut në kohën e Izabelës dhe Ferdinandit Kastiljes, u kthyen në katolik dhe protestant dhe hynë në krishtërim, dhe njëra palë gjuhishët mbanin bangat, meqense atyre nuk e ndalon të feja, ndërsa konversosit ju futën politikës dhe administratës për të ndihmuar tregtarët që i kishin mbetur gjuhish dhe bankierët. Dhe të dy së bashku tash i kanë krijuar evangelizmin dhe fenë gjuhish që futën. Pse këta e kanë mësuar në Otrantos? Sepse siç thash, është një rrugët më të rëndësishme dhe njëkohësisht kërkojnë të marrin gjithë detin. Fillojnë në Rjollë, fillojnë në lartë në Malzi, në tokat e shqiptarëve, në Ulqin, që po ja u blejnë të gjithë, Bin Zayedi, Emiratet e Bashkuara, i cili është i vetmi pro-sionist i hapur në Arabinë Saudite, që ka aleancë me Izraelin, luftë kundër Iranit, dhe ata luajnë lekët e bankierëve çifut, sigurisht, siç i kanë luajtur edhe këta bankierët amerikanë që u bën me lekët e Rothschildëve dhe të Warburgëve, të Susave, të bankierëve të tjerë britanik, gjuhish britanik. JP Morgan, e këta kur di JP Morgan 15% kishte të parave, që gjithë amerikanët e dinin se ishte bank protestantit JP Morgan, fakta ishte bank e gjujshve. Lehman Brothers, e gjitha që u bërë në Amerikë, janë bankat e këtyre që i rekrutovi, dhe Rockefeller kanë punuar me lekët e Rothschildëve. Këta i rekrutovi një person që quhet Jacob Schiff, që dish në vitin 1917 ose 18, në mes të luftës së parë botërore, dhe ky ishte kreu më i fuqishëm i Rothschildëve në Amerikë. Ky bëri bankën qendrore me Warburgët edhe me miqtë e tjerë të tij, duke bërë atë komplotin e Jekyll Island. Po këta duan që të marrin të gjithë Adriatikun, është një komplot sionist. Nuk bëhet fjala këtu për investime, këtu bëhet fjala për të mbrojtur interesin e kombit shqiptar. Tash pse Berisha dhe Rama këmbëngulin për këtë? Për Ramën nuk jam shumë i sigurt, se ndoshta 1% e vogël është ju ka bërë ndonjë lojë për t'i futur në kurth Trumpin tash i për zgjedhjet me 1/3 që bëhen të këtyre
kongresmenëve dhe senatorëve, dhe në qoftë se nuk është kështu, gjërat janë kështu siç duken, pra Rama është kundër Sorosit dhe po luan bashkë me Berishën për Trumpin. Berisha është naiv dhe nuk e kupton që Trumpi shumë shpejt mund dal nga loja dhe mund të vinë përsëri Sorosianët dhe në Amerikë, demokratët, dhe ai nuk do ta ketë të lehtë përballë tyre që po i tradhton, sepse ai ka qenë bashkë me ta, i ka pritur Sorosin, e ka takuar, i ka dhënë partinë nëpërmjet Lulit që ja kërkuan ata, pavarësisht se Beris kur e dha, po në fakt kërkonte ta kontrollonte. Berisha është i trysnuar një, dhe dyta ka prik nga lëvizja popullore, sepse e di që po u krya një parti e fuqishme, ai do të dalë nga loja bashkë me Ramën dhe mund të ketë një reagim të përgjithshëm më të egër ndaj këtyre dy tiranëve të politikës shqiptare. Sigurisht që ndryshimet duhet vinë me zgjedhje, ndryshimet e qeverive, sepse askush nuk t'i njen në botë qofse vjen pas zgjedhje. Dhe Rama u shit ke sionistët, doli kundër Sorosit që e vurin pushtet dhe kundër evropianëve, të cilët në luftën në Iran ishin kundër sionistëve dhe kundër evangelistëve të Shteteve të Bashkuara. Rama tashi ndodhet i trysnuar nga një përpjekje e këtyre të birnit me Open Society, të cilët me sa duket po përpiqen të sjellin në pushtet në të majtën një lali të dytë, të gjendojnë lali të dytë. Ndoshta mund të jenë përpjekur të sjellin atë tikun që e dërguan aty në për ato tubimet, ndoshta kanë zgjedhur ndonjë tjetër nga këto tojfeve të tyre që kanë të korruptuar dhe të kompromentuar dhe do përpiqen që të mbajnë lëvizjen. Berisha ka shumë frikë nga Trumpi, sepse ka frikë se mos i ndërsej fuqimisht Spakun dhe bëhet Spaku me Ramën dhe me Trumpin dhe i vërsulen Berishës për ta shpartalluar dhe për ta hedhur mbrapa ekurave. Kështu që e vetmja stre shpëtimi është që mos dalë nga politika, është lufta kundër rebelimit popullor ndaj tyre dhe mbështetja ke Shtetet e Bashkuara. Dhe në këtë mënyrë mendojnë që t'ja hedhë nga Spaku, por ai në fakt mund të bjerë nga shiu në preshër, sepse në qoftë se, siç duken gjasat, lëvizja e re që po krijohet bëhet një uragan dhe i merr para dyja këto partitë në zgjedhjet e ardhshme dhe do të ketë një luftë më të egër ndaj atyre që do të vinë ndaj dyshës Berisha Rama, sigurisht që dhe Spaku do të reagojë në përputhje me tendencën e përgjithshme shoqërore që përfaqësojnë këto parti nëse do bëhen një uragan. Dhe kështu janë gjasat që të ndodhë. Të dy, dhe Rama dhe Berisha, mezi po presin ambasadorin e ri që të vijë që t'i shpëtojë. Ambasadori i ri, që është një ushtarak, ka pasur objektiva tjera para se të nisësh, por tashi sigurisht që ka ndryshuar objektivin. Familja Trump e ka kuptuar në vlerësimin dhe gabimin që bën me shqiptarët, duke i konsideruar si dele bashkë me këtë naivin këtu me piktorin, dhe menduan të bënin në ati ishull me tunele shumë si ka qefa ju Epsteini, dhe këta kanë qenë miqtë e Epsteinit, ju e dini, shumë mirë, Trumpi, Ivanka, Xharedi, kanë qenë vizitor të rregullt të ishullit Epstein, dhe kështu ka qenë një ishull me tunele poshtë dhe njëkohësisht dhe objektivat janë një të ardhme të afërt, sionistët të kontrollojnë gjithë Otranton dhe gjithë tregtin që bën Evropa veriore me nëpërmjet detit mes dhe nga portet e veriut të Italisë ose të Slovenisë dhe Kroacisë. Por tashi ambasadori amerikan do të vijë me ndonjë objektiv të përcaktuar, o do vijë me mlef i dërguar nga familja Trump për të shpëtuar Ramën dhe Berishën dhe ndoshta edhe për të vazhduar investimet,
ose mund të kenë ndryshuar një kurs dhe kam parë që ka një reagim të madh botëror për këtë dhe një respekt të madh për rebelimin e shqiptarëve nga të gjithë bota që po i bën një digës sionistëve për sundim botëror, ndoshta e kanë kuptuar që s'duhet të shtojnë zullumin dhe ai mund të ri asnjë anës, mund t'i ndihmojë në mënyrë të fshehtë, por jo të hapur, sepse politikës amerikane, administratës amerikane interesojnë gjithmonë popujt dhe jo liderët e momentit, dhe ka shumë mundësi që ata, kjo kam shumë gjasa, që ambasadori amerikan të jetë indiferent ose dhe në mbështetje ty në bashkëpunim me ata që do të drejtojnë në këtë lëvizje të madhe popullore, ata që do të drejtojnë politikisht, se sigurisht kjo lëvizje është politike, nuk bëhet tashmë vetëm për Zvërnecin, po bëhet për të gjithë Shqipërinë, për të shpëtuar të gjithë shqiptarët. Dhe ju them dhe një gjë, dhe në qoftë se arrin dhe e mposhtin lëvizjen, gjë që s'ka për të ndodhur, po dhe po e mposhtën, duhet të dinë që aty do të jetë thëngjilli, nuk do të shuhet. Edhe prap patriotët, nacionalistët do të ngrihen dhe do t'ju tregojnë të gjithëve këtyre që punojnë kundër tyre, kundër popullit shqiptar, që nuk ka fuqi që ta vënë në gjumë popullin shqiptar dhe ta mposht popullin shqiptar. Tung tung.